Ballafaqimi ynë i parë ishte me letra të cilat Serbia i dërgonte drejt për drejt me informacione të sakta të gjitha kompanitë që shprehnin interesim që të vinin tek ne. Gjigja tek letra e Serbisë që drejtoi investitorëve erdhi nga vetë Departamenti i Shtetit. Njëra prej qëllimeve të dezinformatave është me ngjall frikë, me ul besimin në institucione, në procese. Në 25 vite, qindra mesazhe dhe deklarata politike të cilat ngjallnin pasiguri juridike për privatizimin, arritën të krijonin një klimë pasigurie për investimet serioze në vend. Në ambientin e ngjashëm në Ballkan, të dhënat tregojnë që investimet nga jashtë janë disa herë më të larta, investimet në Serbi, Maltezi dhe në Shqipëri. Në kërkimet të thjeshta në internet dokumentohet se mesazhet kryesore të shpërndara në këto 25 vite pretendonin që ndërmarrjet në Kosovë ishin në pronësi të ndërmarrjeve dhe aksionarëve nga Serbia. Zyrtar nga qeveria e Serbisë në vazhdimsi pretenduan se ndërmarrjet nga Kosova ishin në kredite të larta në bankat e Serbisë dhe kushdo që do t'i blente, do të blente borxhe të larta. Me një kërkim të thjeshtë dokumentohen mesazhet të cilat pretendojnë që Trepça është një ndërmarrje zhytur në borxhe në Serbi, ndërsa Ujmani apo njëri nga liçenet ku prodhohet energjia elektrike është pronësi 100% e Serbisë. Unë besoj që në një ambient më të favorshëm ndërkombëtar, po edhe pa këto pengesat për cilat po flasim, edhe procesi i privatizimit në Kosovë ka mujt me prodhu rezultate më të mira se sa rezultatet të cilat janë prodhuar. Ballafaqimi ynë i parë ishte me letra të cilat Serbia i dërgonte drejt për drejt me informacione të sakta të gjitha kompanitë që shprehnin interesim që të vinin tek ne. Dhe pastaj në një bashkëkoordinim me ambasadën amerikane, përgjigja tek letra e Serbisë që drejtoi investitorëve erdhi nga vetë Departamenti i Shtetit. Do të thotë, nga brengat e kompanive që dërgonin tek ne, normal si institucione përfaqësuese të Republikës së Kosovës, ishin Departamenti i Shtetit që kthente përgjigje në raport me statusin e Kosovës, pronësinë e aseteve në Kosovë dhe sigurinë e projektit. Dhe që këto të trijat në një farë forme ishin si fakte që garantonin investitorët që mund të vinin në Kosovë. Njëra prej qëllimeve të dezinformatave është me ngjall frikë, me ul besimin në institucione, në procese. Dhe këto kanë qenë ato dy elementet kryesore që kanë ndikuar në procesin e privatizimit. E para është ngjall frikë prej reagimeve që kanë pas institucionet e Serbisë dhe ato të Rusisë për procesin e privatizimit, duke e kontestuar se kush është pronar i këtyre ndërmarrjeve që kanë dalë në privatizim. Përveç kësajna, e kemi pas edhe një valë të propagandës dhe dezinformatave që kanë qenë të brendshme. Kryesisht kanë ardhur për njerëzve të cilat i kanë pas të uzurpuar ato prova shoqërore dhe të cilat kanë shantazhuar dhe kanë dezinformuar se njerëz që futen në proces thjesht nuk kanë me mujt me i gëzu, nëse mujt me thonë ashtu këto prona, sepse i ka dikush tjetër në pronësi. Të dy këto elemente, të dy këto dezinformata kanë ndiku që shumë prej kompanive të mëdha mos me qenë të interesuar me ble disa prej aseteve më vitale të Kosovës.